Me ftesën e kryesuesit të kuvendit të komunës së Prizrenit, Simir Krasniqi, e ku me këtë rast anëtarëve të këtij komiteti i u referuan 16 pika të randit të ditës, mirë po edhe pika 17 u tha se du të shtohet ngritja çështjeve të kuventarëve. Lidhur me këto pika që sot u miratuan për seancën e nesërme, raportoi kryesuesi Simir Krasniqi. Të gjitha pikat që ishin në rendite u miratuan, pra gjithsej 16 pika, ju rekomandu kuvendit që ditën e nesërme, siç e dini edhe ju, është seanca e rregullt e kuvendit dhe të gjitha pikat u rekomanduan dhe u votuan nga anëtarët e KPF-s. Nga Komiteti për Politikë dhe Financa janë rekomanduar pra 16 pika, të gjithat u votuan pro që të rekomandohet kuvendit dhe janë këto pika, pra shërtimi dhe miratimi i propozim vendimit para prag të listës së përgjithshme dhe të veçantë të pronave të palujqme të komunës që planifikohen për dhënje në shfrytëzim gjatë vitit 2026, shërtimi dhe miratimi i propozim vendimit për formimin e komisionit të ankesave, si pikë veçantë. Pika tjetër, pra shërtimi dhe miratimi i propozim vendimit për zgjedhjen dhe delegimin e përfaqësuesve nga ekzekutivi dhe kuvendi i komunës në Asociacionin e Komunave të Kosovës. Pika e radhës, pra shërtimi dhe miratimi i draft planit të punës së kuvendit të komunës për vitin 2026. Pikë tjetër, shërtimi dhe miratimi i propozim vendimit për formimin e Komisionit Komunal të Aksionarëve të ndërmarrjes publike lokale Ekoregjioni Shoqëria Aksionare Prizren. Pika e radhës, pra shërtimi dhe miratimi i propozim vendimit për formimin e Komisionit Komunal të Aksionarëve të ndërmarrjes publike lokale Stacioni Autobuseve Shoqëria Aksionare Prizren. Pikë tjetër, shërtimi dhe miratimi i propozim vendimit për themelimin e Këshillit për trashëgimi kulturore të qendrës historike të Prizrenit dhe iniciimin e procedurave për zgjedhjen e anëtarëve të tij. Pika tjetër, shërtimi dhe miratimi i propozim vendimit për formimin e komisionit ato për organizimin e procesit të zgjedhjes së 3 anëtarëve të Këshillit të fshatit Zym të Asit. Pika 19, pra shërtimi dhe miratimi i draft planit të punës të veprimit të transparencës 2026-2030. Pika 13, raporti financiar vjetor janar-dhjetor 2025. Pika 14, diskutimi rreth raportit të zyrës kombëtare të auditimit për pasqyrat financiare vjetore të komunës së Prizrenit për vitin 2024 dhe planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve për vitin 2025. Pika 15, informat rreth raportit për planin e integritetit për vitin 2025 dhe pika 16, informat rreth raportit të performancës për komunën e Prizrenit për vitin 2024. Kurse pyetjes tonë sa mund t'i lihet pika ngritjes së çështjeve të kuvendarëve si pikë fundit, pasi që po e merr kohën më të madhe dhe freskinë e diskutimeve. Ai pohoi se edhe komunat e Kosovës shumicë kështu e kanë. Po pra pyetje shumë e vendesh kjo, sepse ndoshta kuvendarët gjithë energjinë po shpenzojnë në këtë pyetje dhe përgjigje, edhe ku po janë pika tjera, ndoshta nuk po ka interesim edhe nuk po janë prezent aty. Ne pra në planin e punës së kuvendit e kemi parapo që do të jetë edhe rregulloria e punës së kuvendit. Do ta shohim mundësinë që në rregulloret e punës së kuvendit, që do ta përpilojmë rregulloren e re të kuvendit, që këtë pikë ta qesim në fund. Pasi që edhe shumica e komunave në Kosovë kjo pikë është në fund pra, dhe më shumë